Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Active by Flex, podcastin dedikuar mirëqenies dhe mekanizmave për ta përmirësuar atë. Si çdo puntat jemi gjithmonë me miq tan të Flex, të cilët sigurisht janë një nga aktorët për të suportuar këtë nismë, dedikuar pikërisht mirëqenies dhe shëndetit. Active Flex e gjeni në Kika 2, ku do të gjeni një ambient palestre, një ambient i cili ofron gjithashtu edhe mundësinë për të aplikuar spinning, pilates dhe crossfit, sigurisht dhe Flex Kitchen dhe Flex Catering, në të cilin mund të gjeni ushqim i cili respekton gjithë makro dhe mikronutrientët dhe ushqim realisht cilësor për të ndërtuar një trup të shëndetshëm dhe për të arritur rezultatet që ju dëshironi. Sigurisht, sikurse edhe në puntatën e kaluar e përmenda, jemi dhe me ju të cila suporton nismën tonë dhe do të jetë në çdo puntat bashkë me ne. Prandaj nxitoni të shkarkoni edhe aplikacionin MyJute. Jemi me Altina Bazaj si gjithmonë, doktor, përshëndetje. Përshëndetje të gjithmonë. Mirë të shoh prap, doktor, në formë si gjithmonë. Edhe unë po përmirësohem, sikurse mund ta shikosh. Të falenderoj edhe këtë puntat për çdo javë që kalon, po shikoj rezultatet me njëhershme. Në fakt, në podcastin e kaluar diskutuam për disa mite ose për disa tema diskutimi. Sot kemi disa të tjera të cilat janë mjaft persistente, do thoya, si për shembull një industri e cila, doktor, është mjaft e përhapur. Këtu nuk po flasim vetëm për një mit, po flasim për një fenomen i cili ka dhe një marketing shumë të fortë nga pas, bëhet fjalë për çajrat detox. Në tërësi, industria e detoksifikimit ndërmjet lëndëve të ndryshme është mjaft e përhapur sot, por çajrat detox zën një vend shumë të mirë. Sa të efektshëm janë në gjykimin tënd çajrat që detoksifikojnë trupin tonë? Shkurtimisht nuk janë të efektshëm. Organizmi është një mekanizëm perfekt i deintoksikimit. Deintoksikimi në organizëm kryhet përmes organeve, përmes mëlçisë, veshkave, në masën më të madhe dhe në një masë të vogël nga trakti digestiv, lëkura dhe mushkërit. Këto janë aparatet të cilat kryejnë deintoksikimin në organizëm. Dhe nëse ne i ruajmë të shëndetshëm këto organe, atëherë deintoksikimi është i sigurt. Kuptohet që çajrat kanë efektin e tyre hidratues, të themi, kanë një sasi të vogël antioksidantësh, që i shtohen atyre antioksidantëve që merren në tërësi nga një dietë e ekuilibruar, por asgjë më tepër se kaq. Mund të kenë një efekt laksativ në rastin e disa çajrave që çojnë në pastrimin e kolonit. Por efekt tjetër nuk ka. Okej. Të paktën me sa mund të diskutohet zyrtarisht, sepse me sa kam parë në tërësi studime të avancuara për bimë natyrale në tërësi nuk ka. A është kjo si pasojë e faktit që farmaceutika nuk ka interes që të zvendësoj medikamentet e tyre me lëndë natyrale të cilat gjenden lirë mbase, apo është thjesht sepse mbase... Jo, ideja është këtu që nëse ne kemi një dietë të shëndetshme, një aktivitet fizik të rregulluar në përputhje me mundësitë tona reale, lëvizja, stërvitja me pesha e tjerë, ushqimi i duhur, makronutrientët e duhur, në mënyrë që të mbajmë aktiv ato organe që kryejnë deintoksikimin, që janë kryesore është mëlçia dhe veshkat, atëherë nuk ka arsye përse ne të shkojmë mbrapa substancave për të thënë deri ku këtë gjë e kryen vetë organizmi jonë, nuk ka arsye pse. Po flasim për njerëz që një ndihmë mund t'i japësh, por flasim për njerëz që për shembull kërkojnë që të bëjnë një ndryshim, që kanë abuzuar për një periudhë dhe i përdorin dhe këto. Mjafton që të kalojnë në format e shëndetshme të jetesës dhe është deintoksikimi është i sigurt. Okej, pra jo në një rezultat i madh ose insignifikant, i parëndësishëm. Okej, një tjetër mekanizëm për sa i përket detoksifikimit është përmendur shpesh, jo vetëm nga njerëz të thjeshtë, por edhe nga industria e wellnessit dhe fitnessit, që është djersitja. Sa eliminojmë ndërmjet djersës toksina? Pothuajse as pak. Dhe këtu bëhet fjalë për për një lajm jo shumë konsistent. Djersitja, nëpërmes djersisë ne largojmë ujë edhe krip. Kryesisht, ujë edhe krip.
Dhe nuk është se luan një rol të jashtëzakonshëm në këtë aspekt. Kuptohet që edhe në këtë rast do thosha që rolin kryesor e kanë këto organet jetike. Organet jetike kanë rolin kryesor në deintoksikim, veçanërisht mëlçia edhe veshkat. Unë e di që ti ke nat, po po ta pyes me përqindje për të krijuar pak a shumë një ide. A mund të pastroj 5%, për shembull, 2%, 3, 6, 1. Pak rëndësi ka prapë është pak %. Me thënë është pak, vërtet. Është interesante, mendoja gjithmonë, mbase ndihmon mekanizmi që të bën të djersitesh, që do thotë përgjithsisht djersës nuk ka produkte të tilla, ka vetëm ujë dhe nuk ka toksina. Po sigurisht. Jo. Interesante. Okej, bie muhabeti djersës pra. Mbase arsyeja sepse ti ke djersitur mund të jetë më detoksifikues se sa vet djersitja. Me thënë stërvitja ose sauna mund të aktivizojë. Procesi të djersiturit mund të jetë më fitimprurës se vetë. Procesi është tjetër gjë, sepse ndikon pikërisht ato organe që përmendëm më sipër. Okej. Të lutem doktor, këtë e kam pas edhe vetë shqetësim, edhe jam hasur shumë e të, edhe kam dëgjuar këshilla të ndryshme nga njerëz të ndryshëm. Përgjithsisht kur bëjmë seanca stërvitore, shumica atyre që janë personal trainer, nuk po flas për të gjithë, po një pjesë e mirë atyre kanë thënë që nëse ti nuk ke dhimbje ditën e nesërme pasi ke punuar muskulin, zëre se koca ke punuar. Një pjesë e mirë nuk duhet ti fut të gjithë në një thes, sepse kam dëgjuar dhe opinione të tjera që nuk është detyrimisht dhimbja tregues i sa mirë ke punuar dhe sa efekte do të kesh për të rritur masë muskulare. Sipas gjykimit tënd, ku qëndron e vërteta? Shiko, është ajo thënia no pain no gain, e cila nuk është e vërtet në tërësinë e saj, të themi. Kuptohet që një farë dhimbje relative, një farë të themi mizërimi, një dhimbje lehtë relative do ndihet në ditën mbas stërvitjes, veçanërisht 24 orëshin e parë, 24 është dhimbja 24 deri në 48 orë, të themi. Një dhimbje lehtë e cila perceptohet si një lloj kënaqësie. Jo një dhimbje mirëfill. Kurse një dhimbje mirëfill veçanërisht dhimbja e artikulacioneve. Një dhimbje e cila nuk largohet dhe që persiston nga seanca në seancë. Mirë, ajo është frakturë pas. Përveç shparteja e saj. Ajo është një tregues, mund të jetë një tregues katabolizmi, nuk është një tregues as pak pozitiv. Kështu që në ana tjetër dhimbje në ushtrimet e reja, implementimin e ushtrimeve të reja, ose dhimbje në rastet e fillimit rishtas të stërvitjes, janë të pritshme. Kuptohet që janë të pritshme, por dhimbja nuk është një mizurator i rritjes muskulare. Mizurator i mirëfillt i rritjes muskulare. Se kjo ha diskutim se lë pak të hapur, do të thënë nëse 10 do ishte, besoj se të gjithë ata që kanë punuar fort për palestra mund ta kenë përjetuar një moment të jetës. Nëse fort do ishte nuk ulesh dot në WC. Pra ke punuar këmbët aq fort sa të nesmen nuk ulesh dot, ke dhimbje kudo. Kjo do ishte 10-a. Dhe 1 do ishte nuk e ndjen fare, pra nuk është se ke dhimbje të nesmen. Unë mendoj diku te 4. Te 4. Diku te 4. Okej. Domethënë kuptohet që perceptimi i dhimbjes duhet në një shkallë të caktuar, për të patur një farë efikasiteti, të themi, që është një tregues një farë efikasiteti të ushtrimit, por një dhimbje e tillë, siç e përmendëm më sipër, te 10-a është absolutisht e papërshtatshme. Ajo do 2 javë të rikuperosh. Të gjatë. Do shumë kohë rikuperimi, po. Okej, pra te 3-4 do ishte ideale. Alkooli është tjetër mit ky, ndihmon për rikuperim. Kemi dëgjuar shumë, sidomos nga kjo dora e vjetër e atyre që stërviten, që mbase një birr pasi mbaron një seancë stërvitore mund të ndihmojë. Po kuptohet që alkooli t'i jep një farë qetësie, një farë relaksi, një farë distraksioni mental, të themi, por në kuptimin e rikuperimit absolutisht është i papërshtatshëm. Ul sintezën proteinike në muskuj, sintezën e proteinave në muskuj, ul nivelin e testosteronit, ndikon në uljen e nivelit të testosteronit në një gjumë jo të kënaqshëm, ndoshta ti mund të bësh një gjumë, ti mund ta konsiderosh si një gjumë të
Të thellë. Jo të thellë, një gjumë të pashkëputur gjatë natës, por nuk është gjumi i thellë. Nuk është ai gjumi që ne na duhet të themi. Nga ana tjetër jep dhe dehidratim. Kështu që për gjitha këto faktorë, për një gotë thon ata, për një gotë. Një gotë birë, jo. Faktor jo të desh. Të desh është sigurt që desh i bën mirë vetëm lokalit. Nga ana tjetër, shiko, dhe një sasi minimale alkooli perceptohet si helm për heparin, për malqinë, është një toksinë për malqinë, dhe në kuptimin e asaj që ne duam të deintoksikohemi me gjitha ato metoda që përmendëm më sipër, të pish alkool ti shton toksina. Asnjë përfitim pra. Asnjë përfitim. Përveç qefit të pirit. Sigurisht. Po a nuk është në vetvete pastaj një distraksioni mental, të themi, një farë qetësimi provizor, sigurisht që është. Kam parë një dokumentar interesant për sa i përket konsumit të alkoolit ose për sa i përket gjithçkaje që supozohet se nuk bën mirë. Kënaqësia e të marrur diçkaje që supozohet se nuk bën mirë, pra biologjikisht nuk ka asnjë lloj përfitimi. Por në vetvete kënaqësia e të bërit të saj kishte atë i kalon efektin negativ. Atë i kalon efektin negativ të pirit një birë. Ishte interesante. Dhe është atëherë ta lëm të hapur si diskutim. Jo. Pra biologjikisht nuk bën. Mbase psikologjikisht, po. Nëse vërtet është aq e nevojshme, mund të ketë një efekt negativ, këtë po them. Pozitiv, më fal. Po, mund të ketë. E mira është mos pini alkool çuna ose goca. Nëse je pa ngrënë, doktor, nuk ke fuqi, nëse je në gjendje agjerimi ose fasting, agjerimi periodik do quhen në gjuhën shqipe. Kjo është pak e diskutueshme në faktin nëse e ke fleksibilitetin metabolik apo jo. Për shembull, marrim dy individ të ndryshëm, njëri i cili nuk e ka fleksibilitetin metabolik, do të thotë që ai është mësuar të përdori vetëm glukozën për energji dhe jo acidet yndyrore. Dikush që mund të shiftohet lehtë midis përdorimit të glukozës dhe acideve yndyrore për energji, ky rasti i dytë e ka shumë më të kollajt për të përballuar një seancë, po kuptohet që një seancë servitore jo të nivelit lartë ose një aktivitet fizik të saktuar në raport me individin tjetër. Kjo është arsyeja pse për shembull një individ dy individ për të njëjtin aktivitet fizik, dikush lodhet shumë më shpejt dhe dikush tjetër mund të vazhdojë për një kohë më të gjatë pa patur këtë nivel lodhje. Është pikërisht arsye e fleksibilitetit metabolik. A mund të tjetër kuptohet që në gjendje fasting nuk këshillohen aktivitete fizike të forta, por kuptohet një aktivitet fizik i nivelit të lehtë, siç mund të jetë esja, gjërat se natyre mund të jenë. Personalisht, doktor, kam bërë seanca servitore shumë të mira edhe fastit. Por ideja është e konstruksioni masës muskulare, dhe sa efektive ka qenë kjo seancë servitore në konstruksionin e masës muskulare. Këtu është nëse ka marrë sasin proteinike pas seancës, pra i ka marrë gramaturën e dur të proteinave, çfarë rëndësie ka nëse kam qenë i pangrënë? Po ka rëndësinë e vetë dhe kjo. Ka rëndësinë e vetë edhe koha përpara, domethënë sa çfarë periudhe kohe ke përpara pa ngrënë. Të paktën 14 orë? Sidomos proteinat. 14 deri në 16 orë. Sigurisht ka pas ditë që s'kam pas performancë mirë, po është lidhur shumë me fleksibilitet metabolik, Atëherë mund të themi për një individ dhe fasting e rrit shumë fleksibilitetin metabolik. Do thotë bën që ti në momentin që je i pa ushqyer të përdorësh masën dhjamore që ke për energji. Në 90% të rasteve të mia, doktor, seancat e mia servitore janë fastit, pra janë pa konsumuar ushqim. Dhe për ta testuar a janë ditët e dobta të mia fizikisht rezultati mos ngrënies, kam bërë edhe seanca i ngrënë, ku le të themi ka konstatuar të njëjtën gjë që i ngrënë apo i pa ngrënë, performanca nuk është varur nga kjo, mund të jetë varur nga një gjumë i keq më shumë ose nga një seancë në kuptimin e konstruktimit të masës muskulare si ka rezultuar. Kjo mbetet për tu parë. Ka rezultuar efektive në ruajtjen e masës muskulare apo ka qenë katabolike? Mbetet për tu parë. Katabolizmi kryesisht mund të ketë ardhur nga seancat e gjata, të paktën në rastin tim. Ajo çfarë mund të them unë personalisht. Mendoj se personalisht kam abuzuar me kozgjatjen e seancave servitore,
Pra kam bërë kardio shumë të gjata, sepse më argëtonte, më pëlqente të bëja një 5 kilometrash ose një 10 kilometrash, ndërkohë që bëja edhe pesha, që është gabim sigurisht për të rritur masë muskulare. Por ndërkohë edhe jam servitur shumë shpesh, kam pas frekuencë të lartë, pra 5-6 seanca në javë, dhe eventualisht kuptova që po shkoja në një fazë katabolike. Pra para se të futesha në stërvitje, ndihesha i lodhur, nuk isha. Përgjithsisht rekomandohet ngrënia 1 deri në 2 vakteve përpara aktivitetit fizik, flas protein yndyrë me intensitet lartë, me intensitet të lartë. Protein dhe yndyrë do zgjeroj edhe pak karbohidrate. Pak karbohidrate para edhe një citrulin me citrulin, arginin si pre-workout, për lutjen e dhe kreatina gjatë. Po. Do ishte ideale. Po. Okej. Interesante. Shënojeni çuna. Okej, për sa i përket një lajmi, doja të më komentoje. Masa muskulare dhe forca si parashikues më të fortë të mortalitetit sesa BMI-a, Body Mass Index. Po, për këtë është bërë studim, është bërë një studim afatgjatë, 11 vjeçar në të boj me... Se BMI-a ka qenë... Body Mass Index-i është... Ka qenë për shumë vite, ka qenë raporti kryesor që merrni. Po, të mbahet akoma për mënyrë abuzive, sepse nuk është një tregues i qartë i, të themi, i shëndetit përgjithshëm. Shëndetit përgjithshëm, i kompozicionit trupor, i obezitetit të tjera. BMI-a nuk është gjë tjetër veçse raporti i peshës me gjatësi në centimetra në katror, që do të thotë që nuk bën një diskriminim apo një dallim midis masës muskulare dhe masës djamore. Për shembull, mund të kemi një individ i cili mund të jetë, supozojmë nëse pesha e tij ideale do ishte 70 kg, ai është 80 kg, por është me masë muskulare. Atëherë, duke respektuar këtë formulë, ai do dilte obez, dhe do dilte i pashëndetshëm në këtë aspekt. Dhe rasti një individi i cili është në peshë ideale, madje mund të jetë dhe poshtë peshës ideale, por është ai rasti i atij që kemi theksuar dhe më parë skinny obez, domethënë ka një masë muskulare shumë të ulët dhe një masë djamore të madhe. Atëherë po të gjykojmë mbi bazën e BMI-s, ai ka një peshë të mirë, ka një BMI normale, të themi që BMI-a normale duhet të thënë që është midis 18.5 24.9. Ky është range-i i BMI-s normale, ai konsiston me një BMI normale, por nuk është healthy, nuk është i shëndetshëm. Indeksi i masës trupore, BMI-a. Në këtë aspekt BMI-a nuk është një tregues, kurse është treguar një tregues shumë i besueshëm, masa muskulare dhe forca e shtrëngimit të dorës më pak, masa muskulare kryesisht, dhe është vërejtur që personat me masë muskulare të ulët kanë treguar një vdekshmëri më të lartë, rreth 6 herë më tepër se sa personat me masë muskulare më të lartë. Kështu që sepse kjo është e kuptueshme, masa muskulare ndikon në ajo që kemi thënë, në disa herë konsumimi i glukozës, muskujt e konsumojnë glukozën në mënyrë independente, në mënyrë pavarur nga insulina, pra të mbron nga diabeti, nga sëmundjet kardiovaskulare dhe shumë të tjera. Nga ana tjetër, muskujt çirojnë një mediator kimik, çirojnë miokina, të cilat janë antiinflamatorë shumë fuqishëm. Kështu që në këtë aspekt kuptohet është e pritshme që masa muskulare të jetë një indeks shumë i besueshëm i jetëgjatësisë. Tani që na përmendë miokinat, mund ta shpjegosh pak për një publik që se di çfarë janë? Miokinat janë element kimik të cilët çlirohen nga muskujt dhe kanë efekte antiinflamatore, ndikojnë fuqishëm në reduktimin e inflamacionit. Dhe kalojnë dhe barierën e trurit? Po, e kalojnë sigurisht barierën e trurit dhe japin dhe rritjet performancës trurit dhe në nivelin e neuroneve. Ndikojnë nivelin e neuroneve dhe sigurisht që në volumin dhe mbrojnë nga sëmundjet e moshës së avancuar, siç është Alzheimer. Po pra, një studim i fundit, doktor, që ishte interesant, po mund ta diskutojmë me detaje në podcastin pasardhë sigurisht, por thjesht për të ngacmuar pak, për ta prekur pak. Kalojnë barierën hematoencefalike, kalojnë trurën miokina dhe japin një boost neuroneve. Po, nuk e di se sa i sakt mund të jetë studimi, por në këtë studim kishte dalë që elementi që është më i rëndësishëm për sa i përket parandalimit Alzheimerit ishte forca e këmbëve.
Me thënë masa muskulare e këmbëve ishte një tregues i qartë që shanset uleshin shumë. Po, ndoshta po të kesh muskujt më dhejnë të këmbëve i bie që duhet të kesh pas me siguri një dietë mirë, me siguri duhet të jesh stërvitur, duhet të kesh respektuar disa komponentë për të qenë aty. Për post efektit që besoj se duhet të prodhoj pikërisht të reagime. Megjithatë do të diskutojmë. Doktor, personalisht nëse do të vendosnim disa parametra për të parashikuar jetëgjatësinë, ku do ta rendisje Viomaxin? Volumin e oksigjenit pra. Po Viomaxi është shumë lart, është një nga kryesorët. Viomaxi nuk është VO2, Maxi nuk është gjë tjetër veç se sasia maksimale e oksigjenit konsumuar gjatë një aktiviteti fizik. Dhe pse është kaq i rëndësishëm? Është i rëndësishëm sepse inkorporon disa sisteme. Inkorporon sistemin respirator, kardiovaskular dhe metabolizmin fundor, mitokondriet në nivelin qelizor. Atëherë oksigjeni nëpërmjet ajrit kalon në alveola dhe përmes alveolave në gjak nëpërmjet barierës hematogazore. Dhe kjo kuptohet që në rastin e problemeve ndryshme pulmonare, kjo barierë çrregullohet, ky kalimi i oksigjenit në gjak çrregullohet si në rastin e duampirzve, që kemi një çrregullim të raportit ventilin-perfuzion, kemi zona të cilat ventilohen mirë por perfuzionohen keq dhe zona të cilat perfuzionohen mirë por ventilohen keq. Dhe kjo bën që oksigjeni që kalon në gjak të reduktohet. Nga ana tjetër, kemi çrregullime të Doktor, këtu më le pa fry mua se këtu humba unë. Çrregullime të Altini është specifikisht që ta kuptoni është doktor kryesisht i mushkrive, prandaj kjo është fusha perfuzioni. Rritja e kësaj bariere që mund të vijë si rezultat i sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të init lidhor, të themi, sëmundjeve intersticiale, që ne i quajmë që cila rrit atë trashësinë e kësaj bariere dhe rritet kohë e kalimit të oksigjenit dhe do kemi një kufizim të oksigjenit gjithashtu. Këto janë për të shpjeguar rëndësinë e pulmonit në VO2 Maxin. Në anë tjetër kemi aparatin kardiovaskular. Kur zemra nuk punon siç duhet, si për shembull në rastin e insuficiencës kardiake, kemi një paksim të volumit të gjakut që qarkullon në pulmona për të kapur këtë oksigjen. Nga ana tjetër kemi dhe oksigjeni në gjak, dim që është në dy forma, i tretur në plazëm dhe i lidhur me hemoglobinën. Kur kemi probleme të gjakut, probleme të anemisë, si për shembull paksim të sasisë hemoglobinës ose një hemoglobinë jo e dur për të lidhur, jo në mënyrë jo e shëndetshme për të lidhur oksigjenin, sasia e oksigjenit që lidhet tu dhe që transportohet për në inde paksohet. Nga ana tjetër kemi dhe muskujt besoj. Po kemi ato që e presin, domethënë kush është roli kryesor i gjithë kësaj, është që nëpërmjet gjakut oksigjeni dhe lëndët ushqyese të transportohen në inde, në qeliza dhe të kryen funksionet metabolike. Domethënë të prodhohet energjia dhe lëndët ushqyese të shkojnë atje ku duhet për të formuar qeliza dhe indet. Dhe kuptohet që aty oksigjeni në bashkëpunim me glukozën dhe sasitë yndyrore zhvillohen gjithë ato reaksionet e duhura dhe shndrohet në ATP në ujë dhe dioksid karboni. ATP-ja nuk është gjë tjetër veç se monedha energjetike që ne na duhet për kryen e proceseve metabolike dhe për rindërtimin e strukturave organore. Kuptohet që pa oksigjenin, sa më tepër oksigjen të transportohet aq më shumë ATP do formohet dhe aq më shumë energji do formohet. Është qartë. Dhe aq më proceset metabolike aq më korrekte dhe aq më të plota do jenë. Kjo është rëndësia. O doktor. Dhe ATP-ja ashtu sikurse në rastin VO2 Maxi, ashtu sikurse në rastin e masës muskulare është një tregues shumë besnik i shëndetit dhe jetëgjatësisë, se sa body mass indeksi dhe tregues të tjerë. Cili është elementi më i rëndësishëm? Janë mushkrit apo është totali i kombinimit të gjitha? Kryesisht të totali. Nuk do thojë që të gjitha këto faktorë që përmendëm, aparati respirator, kardiovaskular, meqenëse lidhet me oksigjen dhe njeriu bën lidhjen që kryesisht është lidhur me mushkrin, po. Nëse ne do kishim mitokondrie anormale ose sasi të ulët mitokondrie dhe kjo do ta dëmtonte gjithë këtë. Në një Viomax mbi 50 do konsideroj Viomax i mirë, po themi për shumicën e popullsisë. Sa pash disa statistika interesante për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mosha 20 deri në 45 vjeç kishin Viomaxin më të ulët të ka përshtypjen të supozuar
sepse të regjistruar nuk ka patur para 100 vitesh, po të paktën në 40 vitet e fundit është Viomaxi më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Tendenca është për të vijuar uljen, duket se mesatare ishte 43.5%. Në moshën nën 45 vjeç është realisht lidhet me inaktivitetin, me obezitetin. Besoj se trendi i ngjashëm duhet jetë dhe Europa, të paktën qytetrimet perëndimore duhet të kenë një trend të ngjashëm, mendoj edhe Shqipëria duhet të ketë një tendencë të ngjashme. Personalisht jam tek 58 tani. Maksimumi ka qenë 62, para 2 javësh më duket u thye doktor, Viomaxi më i lartë i regjistruar ndonjëherë, një ciklist nordik, më duket norvegjes ose finlandez dhe thyu me 120 Viomax. Deri më parë ka qenë po një tjetër nordik, më duket me 108 u thye sërish. Tregon që metodologjia mbase nordike e trajningut pakën po studioj se si ka mundësi që nordikët po arrin rezultate të tilla, a është faktor genetik apo thjesht është metodologji shumë e mirë trajnimi. Ata mirë shan doktor. Ta bëra qefin. Okej. Kishim një tjetër. A dëmton, doktor, se kemi dëgjuar shpesh këtë gjë, a dëmton proteina, kreatina, a dëmton veshkat? Jo, në individet e shëndetshëm nuk ka kur farë problemi, tek personat të cilët kanë sëmundje të veshkave, sëmundje primare ose të ardhuar nga faktorë të tjerë, kuptohet që duhet kenë kujdes në përdorimin e saj, por studimet kanë treguar që nuk ka kurfar efekti negativ si proteina ashtu dhe kreatina në funksionin renal. Madje po t'i referohemi nivelit të proteinave të rekomanduar në piramidën ushqimore mund të konsiderohet shumë i ulët, në 0.8 për kilogram pesh konsiderohet i ulët, duhet shumë i lartë. Kjo ndoshta për faktin që theksi është vendosur ushqimeve karbohidrative. Domethënë masa kryesore e makronutrientëve kanë qenë karbohidratet. Ndoshta kjo mund të ketë qenë dhe arsyeja. Dakor. Doktor, kam një pyetje nga Juli, ti e di që ke pyet vetëm, nuk po përmend emra për çështje privatësie. Pyetja konsiston, se ka bërë shumë gjatë, po ideja ashtu. A është, o doktor, apo s'është si përfundim kolesteroli i dëmshëm? Se po dëgjojnë burime të ndryshme. Disa thonë po, disa thonë jo. Jo, kolesteroli dietik nuk është i dëmshëm. Kolesteroli marrë përmjet ushqimeve, mandje kolesteroli është i domosdoshëm për kryerjen e shumë proceseve në organizëm, formimin e qelizave, hormoneve e tjerë. Në këtë kuptim është dhe problemi atyre studimeve që kemi përmendur, demonizimi i kolesterolit dhe yndyrnave saturuara në mënyrë të padrejtë. Oksidimi i kolesterolit është tjetër gjë, që ndikon në formimin e pllakave aterosklerotike. Kolesteroli i cili oksidohet, i cili lidh dhe kalciumin e mbetur në qarkullim, i cili formon pllakat aterosklerotike, dhe oksidimi vjen pikërisht nga dietat e këqija, nga veset, duampirja. Po mirë, mund të oksidohet edhe një sasi kolesteroli që konsiderohet brenda normës? Pra ke kolesterolin 180 totali, po them. Ajo ndahet në LDL, low density, high density. Po sigurisht që mund të. Pra, nuk është se njëri që ka 250 dhe ka dhe një gjë tjetër që normat e kolesterolit janë ulur me kohën. Kanë qenë më të larta normat e kolesterolit dikur. Po mbi 250 thonin shumicat e studimeve. Duhet nën 200. Nga 250 dhe ulën 200. 200 sipas teorisë. Statina bën mirë. Okej, pyetje tjetër, besoj se Juli e ke marrë përgjigjen, pra nuk është në vetvete kolesteroli konsumuar nga ushqimi, por është kolesteroli i cili oksidohet për shkak të kequshqyerjes dhe kequshqyerja në këtë emision, ose në këtë podcast, besoj se është nënkuptuar se cila është, nuk është nënkuptuar fare në fakt është thënë disa herë, dietë e keqe konsiderohet ajo e ushqimeve super të procesuara, niveli i lartë të karbohidrateve, vajrat vegetal. Raporti triglicerid kolesterol. Duhet parë dhe trigliceridet. Po sigurisht trigliceridet janë të dëmshme. Trigliceridet janë ai fragmenti i dëmshëm, i cili rritet kryesisht si rezultati i përdorimit të ushqimeve karbohidrative. Një sekond. Të cilat transformohen në mënyrë të drejtë për drejtë trigliceride. Nëse trigliceridet ndikohen drejt për drejt nga mënyra se si ushqemi, kolesteroli nga se ndikohet?
Zakonisht rezultati i prodhimit endogjen, rritja e kolesterolit vjen nga prodhimi endogjen i kolesterolit në raport me atë që merret, sepse kolesteroli që merret në formë të dietës ekskretohet, largohet. Dhe është i vështirë tani, më duket se rreth 15% përthithet nga ushqimi, pjesa tjetër jo, diçka tjetër. Okej. Që do thotë është prodhimi i vetë trupit, po themi. Po, janë krijuar mekanizmat, organizmi ka krijuar mekanizmat e tij që të marrë aq sa duhet. Pra, për të kuptuar nëse kolesteroli jot është i lartë si pasojë e kolesterolit të marrë nga ushqimi se sot pranohet që gjithsesi kolesteroli më i lartë është më i shëndetshëm se kolesteroli më i ulët, ha? Ka disa studime që më i ulët se sa flasim se sa norma, është i lidhur me probleme, madje edhe me probleme të kancerit, sipas shumë studimeve. Mirë, doktor. Ti thua që është endogjen, pra që është i prodhuar nga vetë organizmi, po themi kryesisht. Okej. A nuk ndikon një keq ushqyerje që ta çojë heparin që të prodhojë më shumë kolesterol për shembull? Krijon, detyrimisht po. Okej. Pra është i lidhur drejt për drejt. Është i lidhur, po. Është i lidhur me i bie që nëse ke një kolesterol 300 dhe ke edhe po. Domethënë ka disa. Ideja është nëse ti ke kolesterol 300, po themi, dhe në të njëjtën kohë ke edhe trigliceride 250, me shumë gjasa të dyja janë gjetur për shkak. Raporti të glicerid LDL veçanërisht. Se mund të kesh individ fraksioni i keq që thuhet. Megjithatë edhe për këtë ka diskutime, a duhet bërë ndarje LDL, HDL, a ekziston kjo ndarje ashtu siç thuhet apo jo? Për një individ atëherë që ushqet shëndetshëm, do thotë që kujdeset për yndyrnat që merr, nuk ka ushqime të përpunuara, mundohet që të marr proteinat e të tjera me radhë. Trigliceridet i dalin aty ku duhet, në normë, ndërkohë që kolesteroli i del 270. Për ty s'do të ishte asnjë, nuk do të ishte problem. Nuk është vetëm jo, dhe në fakt shumica tani po thon eksaktësisht këtë gjë. Dakor, pra është industria, kupton vet Juli. Nëse ha peshk, thot doktor, a kam nevojshme të marr omega 3 suplementim? Omega 3 është si element sigurie për të plotësuar ato sasinë omega 3, sepse varet edhe çfarë peshku, gjithmonë. Çfarë peshku duhet ta? Salmon, sardele, këto peshqit e yndyrshëm do ishin shumë favorshëm për pastaj varet edhe nga cilësia e peshkut, varet salmoni është i domestikuar apo është salmon. Nuk ka të domestikuar janë kryesisht, doktor. Të rrallë do gjesh. Rrallë do gjesh tegër, po mund të hanë varet nga cilësia, Koran nga Pokradesi edhe ai mirë është. Një koment që vjen nga YouTube-i është pa Albania Max, diçka e tillë. Përshëndetje në radhë parë, përshëndetje, çfarë mendimi keni për stërvitjen HIIT Sprint në kombinim me stërvitjen me pesha për një moshë 40 vjeç natyral dhe çfarë mendimi keni për MK677 dhe Slim Pills? Pra pills dobësimi kam përshtypjen do të thotë. Për sa i përket HIIT-it, HIIT-i është një aktivitet shumë i favorshëm, edhe në kombinim me stërvitjen me pesha, kështu që nuk ka asnjë lloj kufizimi dhe do jetë shumë efektiv kombinimi i HIIT-it. Por edhe ecje gjatë ditës e kombinuar me HIIT-in, të dyja bashkë përbëjnë një kombinim shumë mirë kardiovaskular. Nga ana tjetër, ai suplementi që përmendet aty ka të bëjë me rritjen e sintezës së growth hormonit. Për këtë do flasim në një puntat veçantë. Kur të flasim për suplemente do ta përmendim ne këtë, do tregojmë nëse jemi në favor apo kundër përdorimit të suplementeve të tilla. Dakor, po për të dhënë përgjigje do ishe nga do anoje. Do ishe i rezervuar? Jo, i rezervuar sigurisht. I rezervuar. Albania Max jemi të rezervuar për sa i përket konsumimit të MK677-s. Do përmendim efektet anësore, kur flasim për suplement do i përmendim efektet anësore. Në fakt nuk ka është shumë mikse, është suplement relativisht jo i studiuar siç duhet. Po unë që jam tek 72 vjeç dhe bëj çdo ditë ecje. A më mjafton ecja apo duhet bëj patjetër palestër? Sigurisht që palestra duhet, sepse ecja nuk zhvillon masë muskulare. Duhet shërbime për rezistencë në raport me moshën që ka, shërbime për rezistencë për të luftuar sarkopenin.
Kur është më mirë, doktor, stërvitja thot në mëngjes apo në darkë? Shiko, stërvitja mëngjes? Si fuqa po I përgjigjem jo ta fal. Bishaka. Shiko, e rëndësishme është të mos jetë në orë ekstreme. Personalisht për mua nuk funksionon në darkë, doktor. Paradite dhe mbasdite të themi jo në orë. E jo sa zgjohesh dhe jo para se të flesh. Sigurisht. Përgjithsisht për mua funksionon më mirë 3-4 orë pasi jam zgjuar. Qose do kisha mundësi. Ndërkohë që për mua do ishte mbasditja, mbasi janë konservuar dy vakte të themi. Unë mbasditja jam I lodhur, doktor. Do me thënë, po erdhi mbasditja dhe unë kam konsumuar gjithë punën e ditës, jam I ezauruar përgjithsisht nga energjitë. Përgjithsisht është mes I ditës për mua. Ke trajnuar sistemin tënd në këtë formë. Po, mase. Ose punoj punë të vështirë, varet nga puna çfarë punon ditën. Okej, kjo është e pyetje kështu pastaj doktor, a është normale tensioni I lartë nga stresi? Kjo nuk ka lidhje fare me fitnessin, por të përgjigjet doktori. Sigurisht që stresi ndikon, nëpërmjet idiopatik është tensioni në tërësi, edhe nuk është se mund t'i japësh një stresi rrit kortizolin, ne I kemi thënë, janë mekanizma që I kemi thënë, por që është sigurisht që e shkakton rritjen e tensionit, stresi e shkakton rritjen e tensionit pa diskutim. Okej, për të ulur stresin, dihet se çfarë duhet bësh. Stërvitja është një mekanizëm shumë I mirë, meditimi, ecja, nutricioni I mirë. Kombinim, po. Kombinim. Një studim interesant, doktor, ishte ai para 3 ditëve. Kishin marrë parasysh 17.000 raste të fëmijëve në moshën, sigurisht në moshën 18 vjeç, por kryesisht mosha 10 deri në 14 vjeç, ishte vënë re që në scale nga 1, domethënë në scale si ta them shqip. Shkallë. Në shkallë, më falni miq, në shkallën nga 1-shi te 3-shi, 3 maksimalja, 1 minimalja, sporti arrinte që të ulte agresionin tek fëmijët në rastet e sporteve me top, volejboll, basketboll, futboll, ta ulte me rreth 0.56, artet marcial, agresivitetin. Se ka palestra në burgje. Që të bëhen më të fortë rajnë njëri tjetrin? Jo, është për të ulur agresivitetin, sigurisht. Do ta diskutojmë herës tjetër, po e kemi edhe këtë si studim interesant, prandaj nxitoni të fusni fëmijët në për sporte mbase për të ulur agresionin. Ishte jashtëzakonisht efektive, po jo vetëm fëmijët, sigurisht çdo mosh reagon mirë ndaj sportit të ke sholltrëm. Wow, trëme. Se s'bën sport. Edhe që humor duhet në Active, pikërisht humori mirëpritet sepse ne jemi njerëz që stërvitemi, jemi në humor të mirë. Thënë gjitha kjo miq, të falenderoj shumë para doktor, edhe për këtë thyrjen e miteve, besoj se tek puntatat e radhës kam përshtypjen të shkojmë tek ujërat që ti ke më shumë qejf, që janë pikërisht thellimi në disa çështje, kam përshtypjen që duhet të fillojmë të prekim pak suplementimin, që është një temë shumë e gjerë dhe që ka shumë interes nga publiku, dhe mbase edhe gjumin dhe fasting që nuk e kemi dedikuar akoma një trajtim më vetë. Sigurisht do të kemi shumë tema interesante, do të flasim për Aty mund të shpjegojmë dhe arsyen se përse ti për shembull në fasting performon më mirë se sa dikush tjetër që në fasting do ishte katastrofë. Fleksibiliteti, që përmende pak. Okej, të gjitha mjaft interesante, duhet falenderojmë si gjithmonë Flexin I cili ndodhet pranë nesh. Flexin e jeni lehtësisht sikurse e përmend gjithmonë tek Kika 2, atje do të gjeni palestrën Flex, por edhe ambientet e reja të cilat janë spinning, pilates dhe crossfit, për mos të harruar gjithmonë edhe spat, saunat, në fakt që janë aq efektive, përveç se Flex Catering ose Flex Kitchen që mund të gjeni ushqime jashtëzakonisht të shëndetshme, duke respektuar gjithmonë parimet e piramidës së re ushqimore tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të doktor Altinit, I cili na e ka përmend aq shpesh protein, pastaj yndyrna të shëndetshme dhe në fund karbohidratet. Kjo është sigurisht nuk duhet harruar edhe mbështetësion I ri, Jute, I cili na ka suportuar realisht në këtë nismë për të informuar dhe edukuar sa është e mundur publikun e gjerë mbi mekanizmat e ndryshëm për të përmirësuar ose optimizuar shëndetin.
Faleminderit jute, faleminderit gjithë juve, mos harroni aplikacionin MyJute për të parë oferta fantastike. Ne do takohemi sërish javën e ardhshme. Deri atëherë kalofshi mirë dhe mos harroni follow, subscribe në rrjetet sociale Active by Flex, Facebook, Instagram dhe TikTok. Na gjeni sigurisht edhe Hoje Media, kanalin e YouTube-it ku gjeni jo vetëm informacione utilitare, por edhe argëtim ndërmjet, emisione tjera. Deri putat në radhës, natën e mirë.